11 maj, fundi i mashtrimit të madh, Shqipëria zgjohet nga gënjeshtrat e Ramës. 11 maj është një datë simbolike për Shqipërinë, jo për shkak të arritjeve, por për shkak të premtimeve të thyer dhe zhgënjimeve të mëdha. Edi Rama, kryeministri i vendit, ka premtuar pafundësisht që Shqipëria do të bëhej pjesë e Bashkimit Evropian. Megjithatë, realiteti është krejtësisht i ndryshëm. Në vend që të afrohemi më shumë në Europë, ne jemi duke u larguar nga ëndra europiane. Dhe kjo nuk është faji i Europës, por i atyre që na kanë udhëhequr në këto 3 dekada të fundit, Edi Rama. Premtimi i rem, pasaporta europiane që kur nuk erdhi. Edi Rama ka përdorur Europën si një mjet për të fituar besimin e popullit. Ai ka premtuar se do të na çonte në antarinë europiane, duke e paraqitur këtë si një arritje të pashmangshme. Por çfarë ndodhi në realitet? Korrupsioni, krimi i organizuar dhe politikat e paqëndrueshme të qeverisë së tij kanë bërë që Shqipëria të mbetet në prag të Europës, pa mundësi të hyjë brenda. Në vend që të forconte institucionet, të luftonte korrupsionin dhe të ndërtonte një ekonomi të qëndrueshme, qeveria e Ramës ka përdorur burimet e vendit për të pasuruar veten dhe të afërmin. Në vend që të promovonte drejtësinë dhe transparencën, ai ka normalizuar korrupsionin dhe ka bërë të pamundur zhvillimin e një sistemi të drejtë dhe të barabartë. E përsëri Rama premton pasaportën europian. Turp. Korrupsioni dhe krimi i organizuar, pengesa kryesore për Europën. Bashkimi Evropian nuk është thjesht një klub ekonomik. Ai është një bashkim vlerash, ku drejtësia, transparenca dhe respekti për të drejtat e njerëzit janë thelbësore. Por në Shqipëri, këto vlera janë shkelur vazhdimisht. Korrupsioni në nivelet e larta, krimi i organizuar dhe mungesa e vullnetit politik për të luftuar këto probleme janë pengesat kryesore që na ndajnë nga Europa. Edi Rama dhe shokët e tij politik nuk kanë bërë asgjë për të ndryshuar këtë realitet, por e kundra. Përkundrazi, ata kanë përdorur sistemin për të mbajtur pushtetin dhe për të pasuruar veten. Në vend që të jenë lider të vërtet, ata janë bërë simbol i dështimit dhe i tradhtisë ndaj popullit shqiptar. Një kombë pa shpresë? Jo, një kombë që ka nevojë për ndryshim. Shqiptarët nuk kanë humbur shpresën. Ata janë të bindur se një ardhme më e mirë është e mundur, por kjo nuk do të vijë nga ata që kanë qenë në pushtet për dekada. Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Lulzim Basha dhe të tjerët kanë treguar se nuk janë në gjendje të sjellin ndryshimin që Shqipëria ka nevojë. Ata kanë marrë jo vetëm të ardhmen e këtij kombi, por edhe shpirtin dhe shpresën e tij. Por kjo nuk do të thotë se Shqipëria është e humbur. Përkundrazi, është koha për një fillim të ri. Është koha që shqiptarët të zgjohen dhe të marrin në duart e tyre të ardhmen e tyre. Është koha për të votuar për liri, për ëndra dhe për shpresë. Është koha për të votuar për njerëzit e rinj, për fytyrat e reja që nuk janë të ndotur nga korrupsioni dhe tradhtia e të kaluarës. 11 maj, voto për ndryshim, voto për Shqipërinë. Në 11 maj, secili nga ne ka një zgjedhje. Mund të vazhdojmë të besojmë në të njëjtat fytyra, të njëjtat fjalë të kota dhe të njëjtat premtime të thyera. Ose mund të zgjedhim të ndryshojmë drejtimin. Mund të zgjedhim të besojmë në fuqinë tonë si popull, në mundësinë për të ndërtuar një Shqipëri më të mirë. Votoni për liri. Votoni për ëndrat. Votoni për shpresën. Votoni për një Shqipëri që meriton të jetë pjesë e Europës, jo vetëm në fjalë, por edhe në vepra. Votoni për një Shqipëri ku korrupsioni dhe krimi nuk kanë vend, ku drejtësia dhe transparenca janë norma, dhe ku çdo qytetar ka mundësinë të jetojë me dinjitet dhe krenari. 11 maj është koha për të thënë mjaft. Është koha për të kërkuar ndryshim. Është koha për të votuar për një Shqipëri të re.